faji bazë, mbi shtetin, mbi Ministrinë e Arsimit, mbi prindërit që duhet me u merr më shumë me ta, sepse tek ne nxënësit nëpër shkolla ngarkohen me shumë lëndë të tjera, po nuk ngarkohen me aspektin e edukimit. Kur flas për edukimin, tek ne nxënësit tanë nuk mësojnë se si me respektu tjetrin, se si me dash tjetrin, se si me ndihmu tjetrin, se si me u merr me veten, se si me u merr me paqen shpirtërore, pra është ajo baza e themelit kur ti ndërtohesh si njeri, si karakter. Pastaj kalon kjo faza ku ti rriqesh edhe shoh se çka po do jetë. E pra tek ne është ngulitur edhe tek fëmijët tanë që veç me u dok. Pra është kjo bota sipërfaqësore që ka plën në Kosovë, edhe tash nxënësit kanë në kry që veç duhet me u duk shumë bukur, duhet me pas një fustan shumë shrejt, me firmato, duhet me u ndresh te grimerja që është në emër, sepse as te jo te çdo lloj grimere ndreshem, po tek dikush që është ma me zok, kështu që kjo unë mendoj që është për të ardhur keq edhe do vazhdoj ta bërta, sepse nëse ne nuk marrim masa vazhdimisht që duhet të ndryshoj ky sistem i edukimit në Kosovë, kjo ka me qenë shumë problematike.